Unë e kërkoj falje shpisë që s'ka kom gritë zonën, da sa duhet për me mbrojt. Qa din e thmive të mi, një vetë kom luftu shumë, po në veshurt. Kjo është shumë e rona. Që kjo është gjendja e shtëpisë së zonjës Shqipe aktualisht. Një do me morin frakti. E të nasë si vynë shpia këti, aso vynë ju, as kur gjanë. Bashkë me banorët prej komunës, po nisemi drejt shtëpive dëmtume tyne në rrugën A, në rrugën Kaloja e Prizrenit. Përshëndetje Borem, jam pronarja e shtëpisë, tu kisha lut hape telefonin se veç juve ju besoj që këtë rast e përcillni deri në fund. Okej, është Shqipe Berisha Maxhuni, ka të bëj me shembjen e shtëpisë, na folëm me të pak më herët në rrugën A, në punimet e rrugës A. Rruga saktësisht emri epiteti është rruga Kaloja e Prizrenit, e kum po nëpër media që i ka jap disa deklarata, hajde shkojna bashkarisht te komuna që i kanë disa prej banorëve. Ndërkohë derisa të shkojna mos harroni, çdo operimet e mia në terren, që shpeshin e keq çdo resurse kishin qenë të pamundura me umbulu, mos të kishte qenë shembull Delta Group, rrjeti i pompave me 21 pika, top kualitet derivatet, qoftë naftën, qoftë benzinën. E po ashtu edhe posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë, super customer service edhe super shpejtësi në dërgesa. A më nësh me në kallëzu sakt çka ka ndodhur? Po, patjetër. Shpia jemë vëllet komplet, Po. këtë banuri jenë. Po. Okej. Okej, a i kanë qatë gjendje si tonën? Jo, veç kjo edhe na jem qa gjendje. Këta janë të rrezikum dita ditës. E a më nësh me më kallëzu çka ka ndodhur sa? Kur kanë fillu punimet e rrugës A, jem po gryrje thella aty, edhe shtëpia e parë që është rreziku, që është dëmtu, është i këtij zotërisë të. Edhe unë vetë në atë kohë pa ta doli, pa ta thonë që ajo me rrezikume edhe une, kam dëshmitar, zotnin, to kanë thonë jo, se kanë doli ekspertat jo, nuk je rrezikume. Me 27 maj të vitit 2025 jemi konë mrena në ora 10 mramje. Jemi konë mrena u bo shembja e parë, të merë. Qysh ka ndodhë shembja, do me dhona është? Veç karo dheu komplet, edhe karo pusi, një pjesë e murit, edhe është qa burri mrena. Edhe në atë kohë ndar rryma, se normal, e ka dëmtu edhe rjetin elektrik, edhe na në përter stres, piskom, zdishëm, a jem poshtë, a jem në rënoja, asni hiqiq, do me thonë kur gjo. Para këti rasti, a jeni një të rrezikum, a ka pas një? Po, jemi një, po su përgjigj kërkush. Unë po të thamë drejtën. Po është a jena kontë rrezikum krejta, të sa e karmi. Po du me thonë a e keni ditë rrezikun, para prakisht, para se me ndodhë që ajo shembja e parë. Jo, e une... 7 metra largë për shpia të. Po, edhe, po, mboz metrave të gryrjes që kanë shku thellësi, une e kom dje. 15 metra ka shku thellësi që kanë gry. Okej, a është shumë over, që tash ti kena me pas mundësin, ashta me shkuar atje? Tash ishe vetë të pomjet. Ka ndodhë që ka ndodhë, do me thonë, ka ndodhë 3-4 shembje ranë, deri sa e ka morë qitë pozitën që e ka morë që tash t'i shpia. Shembja me modhe është bot tash, për kundër konstatimin që kanë bëhe, drejtoria e emergjencave ka bëhe me rrezikshmëri shumë të lartë. Për kundër asojna që edhe në teren sa kemi qenë, në shembjen e parë, edhe përmes shkrimit elektronik ceket në konstatim, i kam këtu dokumentacionin që kanë kërku prej drejtorisë investime kapitale, konkretisht menaxherit kontratës me ndalë punimet që mos me u bo një katastrofë më madhe. Unë e kam dëshmin telefon, që eskavaturi ka punu dhe ka hjek prap dhe, edhe mas 10 minuta ka ro muri për parëm komplet, do me thonë ka u bo shembja e dytë me njëherë, e dyta mas asoj të parës. Tash, rënimi i fundit dhe ma katastrofik që ka ndodhë, unë e po dyshoj që i kanë qitë dhe farë pilota, kënë se me në mbrojt neve, pa jo me mbrojt rrugën, ju neve, se nuk i kanë qitë në vendin e duhur, unë nuk di që farë eksperta kanë këta. Naja këna njësë në me bager vetë, këna provoj, edhe këna des me mush, i këna hinë për funi e me mush, mas mu shem shpia, edhe a orë, i këti punë krysit a orë njoni. Tha, mos qitë një dhejë se na vje atje. Tha shej, na pa që tu dëve e, që konsum pashkuim.
Okej. Po jem të mund që shtu e me shku që atje me aqit shpijes. Asi e I ka thirë inspektart. E ka nërë inspektart. Ky burri kësoj sketi. Unë e kërë sa shketi, po, dhe jem të shtin dhe I thashe ne. Për shka thash me mbroj qitë shpi. Ku për meni lejën për blena. Po. Tha, nuk bën tha me punu. Që s'bon me punu? Jo, s'bon, edhe kë, u pëllojtën me këto hecen, jenë shkuj kanë morë policinë, jenë orë me policë. Okej. Thash, na peshtim levin, edhe ja 20 kamiona peshtim piqojmë qatë qështë, se na në vend që me kopa ta levin, me në ishpis pursit, morë me prunë ata zbishin, na me helikoptersën qesëm lej këtu. Po. Asi nuk bon heq. Edhe që gjujten, policia u qartën, dëshin me rej këto, se kjo u shoh me inspektar. Po. Kur I ku ma fru nga t'ja kum prej kryt këti në valë, së ku me qitë në zharall, ju ku ma fru një policis, klut në më se prek. Po. Një do me morrin frakt, e të nasë që vynë shpia këti, asu ynë ju, as kur gjo. Ta shini me qiro. Me qiro, po. Unë A jam jeni të të e pagu pagu që vet? 2 muj vetë, po, se komuna për I vënën, po për qëtë. Po me I vënu për I vënën. E qëta 2 muj I kom pagu vetë. Okej, zonja Shqipe dhe krejt banorë të, cila është kërkesa e juj, tamam? Për mes medjave, po atë notë premten, jom informu konkretisht prej Klan Kosovës, që komuna pas ka marrë vendim urgjent për me I hjek rënujat. Edhe mi shem krejt ato shpia. Qëllimi jem është, që tash për shtash, ata po dojnë mi zhduk provat. Unë e kom bo një kërkes gjykat për Qysh me rujtjet zhduk provat. provat? Mi Që ju zhduk shem që u shpia? shem shpia. Pse? Nuk e di, me prish. Pa në edhon neve as një lëj Garancione? Jo, as garancion, as dëm shpërblem, Shpërëndësem, as hiç absolut, as një lajmërim që po vina, po tu ka pruna u vlerësu. Po me nëj E cila objekti kish me është qenë vlerësu. zgjidhja sakt për juve? Zgjidhja sakt për Shpërndësimi, mua është duke fillu që tash për qëtash për një vend banem, do me thonë, me ma vlerësu dhe kompenzu domin që ma Okej. kanë shkaktu. E para. Edhe dyta, mu më njoftu që ka pëndodh me qatë pjesë tukës. Ta prononcuen që është komunale, a ne I del që nuk është komunale. Tash bashkë me banorët prej komunës, po nisemi drejt shtëpive dëmtume tyne në rrugën A, në rrugën Kaloja e Prizrenit. Që kjo është gjendja e shtëpisë së zonjës Shqipe aktualisht e shkaktume prej punimeve në rrugën A. Komuna nuk ju bën zgjidhje deri tash të paktën, refuzon me u përgjigj, me u prononcu në raport me rastin, ndërkohë banorët Shqipja bashkë me disa familje tjera jetojnë me qera. Që kjo është gjendja e shtëpisë, çka e ka shkaktu këtyre punimet në rrugën A, e cila është përfundim e sipër, po këtyre pilotin atje, që është dëmtu, do me thonë, është thynë mes. Edhe prej ati momenti, do me thonë, shtëpia, në bazë të asaj që ka na tha edhe pronari, zotnio sot tha ko ka halo ma keq, do me thonë, çdo ditë po shkon të ushem derisa të rënohet krejtësisht. A ka leje shtëpia? A keni leje? E kena procesin pritje në e kanë qitë. Kemi tentu në 2023-ën me bo legalizimin, po, 2010-ën, 2013-ën, 2022-ën prap, 2023-ën na ka orë përgjigja jeni pritje. Okej. Pa e bo vlerësimin e domit, edhe pa ma bo kompenzimin e domit, unë nuk lejoj eskavator këto. Sa është e rëndë për juve, sa ja u komplikon jetën, do me thonë, me po këtë gjendje shtëpinë, është shtëpia shumë e madhe, do me thonë, 4-5 katë, në atë që ka regullu me... Krejt, mrena jashtë investim ma si për vete. Po, Edhe për 26 vjetë, krejt, qa kemi punu, puna kurse shti qëto. Do me thonë, krejt me njërës të bollet. Që ta shti, më tu pot, më uronu, para syve tu, e mës me pos qka me bo, e shumë e ronë. Unë e kërkoj falje shpisë, se kam gritë zonën, da sa duhet për me mbrojt. Qa ti në thmive, më falni. s'ka gjë. Do me thonë, ju keni edhe fëmi. Po, I kam 3 fëmi. Mune nesër më akuzu fëmija I mam. O babë, pëse nuk ne këni mbroj shpinë? Një vetë kom luftu shumë, po në veshurt. Kjo është shumë e ronë, besoj që krejt e kuptojnë.
A ka pas mundësi do me thonë Po, si me ka thonë me pas zvoglu mundësi, domin? ka pas mundësi me zvoglu domin, unë vetë i kemi kërku, me vnu financiarisht vetë, me shpenzimet tona do pilota këto mrena murit, Po. ose jashtë murit, edhe mos me bo dome ma të mëdhoja nuk na kanë leju. Asa ta vetë nuk e kanë kry punën e vetë, pas mu s'm kanë leju. Aty kemi një realitet se ato prona, gjitha ato shtëpia që janë prona komunale. Edhe ndërtimet janë pa leje, janë në prona komunale. Okej, banorët më thanë që kanë apliku për leje dhe janë pritje aktualisht. E kanë dokumentacionin që ju thotë që janë pritje të marrjes së lejes. Tashte si do qoftë kjo është pak relevante për shkak se nuk besoj ju që e keni planifiku, do me thonë që ato punime kanë me i shambë shtëpit për rreth për shkak se shkakton rrezik publik ajo. Taman puna, jo, aty është planifiku më bo një investim strategjik që është rruga O, që është në pijën e gjithë qytetit. Ndërsa këto menaxhimin e rrshitjeve të dhejut është specifik natyrore ku ka njerë dhe del pe kontrolës, nuk është bo aty asnjë gjë me qëllim. Ishte ky drejtori i pronës, Brahim Mehmetaj, a.k.a. Bime, i cili po thot që në kompetencën e vetë, do me thonë kjo merret me dokumentacionin edhe legitimitetin e pronave, paka shumë na konfirmoj që ato që ka na thanë edhe banorët, cilët na thonë që nuk e kanë legalizimin e pronës fatkeqësisht, mirë po janë të e prit pëlqimin e komunës prej vitit 2023, statusi i tyne për legalizimin e pronës është në pritje, do me thonë, që tashti na po e kontaktojmë drejtorin e emergjencave, zotin Lulzim Fushtica, edhe të këshyrëm që ka kome na thonë kë. Të gjitha ato prona komunale dhe shtëpit janë pa leje. Ne jemi në proces të nxjerrjes së akt vendimit për rënim, mirë po jemi duke i koordinu të gjitha çështjet. Mirë po bëhet vetëm për shkak të rrezikshmërisë. Ne si drejtori për siguri dhe emergjenca nuk miremi me çështjet e ndërtimit, apo së ndërtimit, apo ka leje apo nuk ka leje, do të thonë nuk është në kompetencat e drejtorisë. Ishte ky Lulzim Fushtica, drejtori i emergjencave, edhe ky aludej që ato që ka mujt me i marrë kompetencat e veta si drejtori i emergjencës, që është vlerësimi edhe eliminimi i rrezikshmërisë i ka marrë, për shkak se banorët nuk jetojnë aty më. Do me thonë shtëpia e fundit prej majit, na tha, të vitit kalum, komuna aktualisht, edhe këto e kuptova për i banorëve, është të i pagu qirat e shpërnguljes, do me thonë, përkohësisht. Si do qoftë na kena me nejt në rrjedha, kena me bu follow-up të so historia edhe me këqyr, sot e kanë takimin banorët me inspektoriat edhe me përgjegjës komunal, më njoftojnë ashto, të këqyrëm që ka pëndodh edhe kena me nejt në rrjedha me dinamikat për ndryshe, unë jëmë burem pacolle, mos harroni me që ta mërë në gjeni në kejtë platformat, siguroni një follow me ma bu.